Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi së bashku tek fati ynë për të vijuar me parashikimet e hartave tuaja astrologjike të personalizuara. Ashtu si gjithmonë, ju mund bëheni pjesë e bisedës sonë duke na telefonuar në numrin 0422 56047 ose duke na shkruar një mesazh në faqen tonë të Instagramit Fati Ynë RTS. Na dërgoni të dhënat tuaja si data e lindjes, ora e saktë e lindjes dhe pyetja më e rëndësishme për ju. E patjetër që astrologu ynë Jorgo Pulla do t'ju bëjë një parashikim të detajuar. Jorgo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, kënaqësi të gjithë të shikuesit kudo që na ndjekin në Shqipëri dhe jashtë. Kemi një ndikim shumë të mirë për ditën e sotme sepse hëna nga shenja e luanëve ju jep mundësi dhe kohën e duhur për nismat e reja edhe gjërat që do të vinë në kontrata të rëndësishme në punë dhe në zhvillime të tjera. Por gjithashtu dashuria e munguar sot është në anën më të mirë të mundshme sepse mund gjeni njeriun tuaj të zemrës dhe mund të veproni dhe të vendosni në atë që juve kërkoni. Sidomos nga dreka e tutje, gjërat janë fantastike, prandaj bini pas, mos i lëni pas dore. Të falenderoj, Jorgo, le të ndjekim siglën dhe rikthehemi në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Ndjekim siglën. Le ta nisim të ditë të sotme me një telefonat e mirëpresim atë në studio. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Telefonoj nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Jam e interesuar për nipin tim. Patjetër. Është ditë lindjes 17 prill 1997. 17/4/97. Po. Ora e lindjes? 95. 95 minuta e mëngjesit? E mëngjesit. Dhe interesoheni? Lidhur me fatin e tij, ka pasur një ndarje me një vajzë që është e datëlindjes 1/97. Po. Sipas djalit një lloj tradhtie, nuk e dim vërtet. Domethënë. Megjithatë do doja a shifet në një ribashkim apo marrëdhënia e tyre ka përfunduar edhe secili shef fatin e vet. Djali është Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Ditënjë ka lindë? Në Shqipëri. Ditënjë, po. Okej. Në rregull. Jorgo. Datëlindjen e morëm të Po, kemi të dyja datëlindjet. Ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit e dashur, ju urojmë një ditë të mbarë. Drejt juve. Datëlindja e nipit, 17/4/97. Ora 9:05 minuta e mëngjesit. Po. Në lidhje me fatin, ka pasur një ndarje me datëlindje 1 korrik të 97-ës. Kemi një korrik të vitit 97. Po. Dëshiron të di nëse do të ketë një ribashkim me këtë datëlindje apo si duket kjo marrëdhënie ka përfunduar dhe nuk ka më një kthim pas. Atëherë. Të bëjmë një kombinim, si funksionon. Atëherë, 1 korrik 97 dhe 17 prill 97. Po. Kemi ditë e... Orën e lindjes, tek nipit e kemi vendosur. Po, tek vajza nuk kemi. Okej. Djali është 9:05 minuta e mëngjesit. Vajza lindur ditë marte, në ditën e marsit, kemi gafore dhe kemi me dash. Dash gafore. Atëhere, nëse do më pyesnit mua dhe takoshim, flisnim, bënim bisedat të rëndësishme apo gjëra kësaj natyre, do thosha. Jorgo, do më duhet vetëm të korrigjojmë datëlindjen e vajzës sepse ka ritelefonuar dhe është data 4 korrik, pra. Në rregull? Ka ritelefonuar? Po, ka ritelefonuar zonja, po. Zonja, po. 4 korrik i 97-ës. Datëlindja e vajzës. Tani. Çfarë do të them? Dhe unë do t'i thosha kësaj datëlindje. Për një mënyrë apo tjetrën, jetojmë dhe insistojmë për diçka më të mirë në jetë. Mbi ndryshimet që bëhen nga ndonjëherë, neve e marrim të mirëqen disi ose vlerësimin apo rivlerësimin e çdo personi vlerësohet nga mendja,
intuita, ajo që ka bën në atë sekondarin, atë që është momentin. Nëse të më thoje, ose të isha një pjesë e familjes, do thosha këtë gjë, bëni çmos brenda mundësive që kjo lidhje të funksionoj. Çfarë është folur dhe çfarë flitet brenda mureve të shtëpisë dhe po të dëgjoni çfarë flitet jashtë, është krejt ndryshe situata. Po të provojmë diçka, flasim për shembull, jemi në një kafe, plot njerëz, dhe nxjerrim një fjalë. Themi për shembull, ka marrë vizën të shkojnë në Amerikë, javën që vjen. Do kesh 100 telefonata, se do i thonë njëri tjetrit. Përhapet llafe, fjala. Nuk mblidhet më. Të shkojnë mbar, rrugën mbar, ti s'ke zgje, po vetëm se e the. Atëherë, a është e vërtet kjo? Të më shtohet pyetja. Jo. Atëherë nuk duhet të dëgjojmë çfarë thot tjetri pa e parë dhe pa e vërtetuar disa gjëra që nuk janë të vërteta. Vim tek kjo datëlindje kombinim. Nëse do të kuptoni sa do pak është kënaqësi për mbi astrologjinë që neve flasim dhe unë flas mjaft për astrologjinë sepse është ushqim truri 1, dashuria e madhe për këtë punë 2, janë gjëra që ndryshojnë jetën e çdo personi në anën pozitive apo anën e vështirë. Unë do të thosha si kombinim është njësoj si motra e vlla. Po. Kaq të afër dhe kaq ndikime. Se njëri lindur ditën e tjetri lind ditë premte. Ditës afër ditës, ku jep mundësinë dhe kohën, kurse krahu tjetër ndikimi ditë premte të vajzës. Dhe gaforet e kemi thënë, më të madhe, kërkoni 100 gjëra për sigurinë. Dhe në krahun tjetër, do ishte perfekta të lini pak vetëm, që të bisedohet, ribesedohet. Po të më thoshe se si ndikojnë të dy gjëra, janë 2 pika ujë, njësoj, dhe sikur të ishin binjak, nuk do ishin kaq afër. Në lidhjen me zemrën dhe pastërtinë, qëtësinë dhe arritjen që këta kanë. Nga njëra anë, kemi djalin që është shumë i vërtet, shumë zemërgjër, që di, por dëgjon disa fjalë që nga njëherë të drejtët e kanë këta, dhe nga ana tjetër kemi një datëlindje tjetër që i përket gafores, kërkon sigurinë, maturinë, për ndryshimet që bëhen dhe kur vetëm në një pikë me njëra tjetrën nuk përputhen për disa çështje të vogla ditore, që flasim dhe mund të shkëputet. Kur është koha më e mirë për të biseduar? Këta mund mos bashkohen kurrë. Por i bisedin duhet një përgjigje e brendshme me njëri tjetrin dhe kemi pikërisht këtë periudhë. Do ishte perfektja sepse dje kemi pas hënën e re. Kjo hënë e re do dalë me sipërfaqe shumë gjëra do përballjet me të vërtetën. Dhe çfarë do ngjelet dikuj ose të tretëve që kanë ndërhyrë në këtë ndikim, po janë të tretë se futen ndikojnë në fjalë. Them unë për X epsilonin që kështu. Unë e them, por kur të thotë tjetër, por nuk është kështu, unë kështu e dëgjova. Atëherë kur e dëgjova pse e thua që nuk je i sigurt, ja pas se si lindin disa keq kuptime. Mundësisht nga sot, nga nesër para dite funksionon kjo, po sot që është një ndikim shumë i mirë dhe perfekt, siç e thamë edhe në fillim të emisionit për ditën që është, sepse kemi ndikimin e hënës Ana në Luan që rregullon, starton shumë gjëra, të rifillojnë edhe një herë disa bisedime. Po flasim bisedime të rëndësishme që kanë vlerë pa person të tretë në mes. Djali e di shumë mirë se është i drejtë për së drejti, se merr nga juve dhe forcën, identitetin, zgjuarsinë dhe maturinë nga babai. Dhe nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, dhe nga ana tjetër janë dy gjëra që kërkojnë një bashkim të ligjit të pashkruar të shpirtit. Prandaj mos i vëmë re disa gjëra që neve dëgjojmë. Jemi në kohën e ndryshimeve, në kohën e monitorimeve, po pa kamër. E kupton këtë? Monitorim po pa kamër do të thotë që si dua them. Prandaj kujdes, sepse kemi në gjithë botën ndodhin këto gjëra, në gjithë njerëzit, neve që kemi se të prishësh një lidhje, shkatron një xhami, apo shkatron një kish,
por ama duhet jetë e vërteta. E vërteta është e hidhur, por është e vërtetë. E vërteta i reziston shekujve dhe gënjeshtra sekondare. Në rastin konkret, unë do thosha që ndikimi më i madh që kanë bënë, kemi me sjellor tek gaforja që është në Bricjap, në shenjë toke, por çfarë e lidh datëlindjen tjetër që ka lindur në që shenjë zjarri, po ka rashedente në Binjak, në shenjë ajri. Dhe mënyra dhe mundësia që lidhet kaq shumë dhe mundësitë që janë kaq të mëdha, që po është e mundur të ndodhë, po është e mundur të realizohet. Dhe një nga ndikimet më të mëdha që ka të bëjnë, edhe çështjet që lidhen, pse janë bashkë, është Saturni në dash ku është djali në dash. Se për një arsye do jenë bashkë, është karma, është ajo që unë e kam jetuar. Jo mund ta kem parë kurrë. Dhe kjo lidhet shumë në jetën tonë, në përditshmërinë tonë dhe ecin gjërat përpara. Por kjo periudhë është shumë e mirë. Shikojeni edhe një herë dhe të zbulohet pak të jetë ajo e vërteta që mos të ngjelet peng të së ardhmes. Dhe është diçka shumë e madhe, ka gjasa që kjo të ribisedohet, të rishikohet. Ndjesë u zjatëm pak, po ja vlen bisedimi që mund të bëjmë. Të falenderoj, Jorgo. Me rëndësi që i ke dhënë të gjitha detajet dhe parashikimi është ashtu si duhet. Atëherë mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi dashur. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Atëherë telefone nga Durrësi. Do t'i bëj mamën tim një dhuratë, një parashikim se nesër e ka ditëlindjen. Patjetër, me shumë. Nuk e themi, po ku është datëlindja? Po. Atëherë 16 korrik, 65, ora e lindjes 12 e drekës. 12 e drekës. 16 korrik, 65. 16 korrik, 65. Po, ajo jeton në Francë, do të di për të ardhmen dhe shëndetin. 65. Po. E ardhmja dhe shëndeti. Jeton jashtë shtetit, domethënë në Francë. Në rregull, dashur. Shumë faleminderit. Ndisni parashikimin tuaj përmes ekranit dhe uroj më të mirat për familjen tuaj. Atëherë, kemi datëlindjen 16 korrik të 65-ës. Ora e lindjes 12 e drekës, momentalisht jeton në Francë, kështu që dëshiron të di në lidhje me të ardhmen dhe shëndetin. Po. Në moment që zonja do të ndjek dhe parashikimin, do t'jetë dita e saj e lindjes, kështu që ne përshëndesim nga ekrani dhe e urojmë gëzuar ditëlindjen. Gëzuar dhe 100 të tjera. Atëherë, kemi dhe themi. E lindu ditë premte, zgjuarësia maturia. Kjo datëlindje, me qenë se duhet të shikojmë dhe me saksi, e marrim përgjithshme. Patjetër. Gjithçka që më themi. Por gjithashtu edhe do fokusohemi tek ardhmja, tek shëndeti. Na thuaj çfarë do të na thuash përmes hartës astrologjike. Kemi konsultime me mjekun atje. Tani, gafore. Mes qiellorin gafore. Keni kaluar dete, keni kaluar oqeane, keni kaluar lumej, nuk mbytni kurrë në përrua. Meqense zgjuarësia dhe maturia që juve keni dhe do arrini majat në lidhje me atë çka bëni, atë çka juve ëndërroni, dhe pse jo, por juve ëndrrën e keni bërë realitet. Jo nesër keni ditëlindjen, por keni vite që keni arritur, sepse kur dëgjon vetveten një dhe atë çka ecën përpara me hapat ngadalta, por me siguri 2, nuk ka shanse juve të prishni atë ekuilibër dhe të mos arrini ku dëshironi. Nuk diskutohet se me kemi të bëjmë me hënën në ujor, ku jep disa mundësi të arta, që do thotë punë, do thotë karrierë, do thotë vazhdimsi dhe një lajm shumë i mirë dokumentacioni, që nuk e keni nevojë për dokumentacionin, po është diçka shumë pozitive sepse Saturni në shenjën e peshqeve jep dhe tregon shumë gjëra. Jupiteri në Binjak do thotë se s'ngelesh kur në anën ekonomike dhe stabilizimin e saj. Vendimet që merrni sepse në familje shkëlqyer nga vini dhe ku shkoni dhe ku stabilizoni. Dhe jeni në ndikimin më të mirë të mundshëm të këtij viti. Është i vetmi vit, do thosha juve se disa ndikime që keni pasur për shembull në vështirësi, 2010 për shembull, 2014
2019, por tani e tutje janë gjërat jashtë mase pozitive dhe shumë ndikuese në vazhdimsi. Nuk e diskutoj, nuk e vendyshim, për arsye të punës, për arsye të ndryshme që do keni një gëzim shumë të madh të familjen tuaj në shtator. Shtator, nëntor, jo mund të keni edhe një rrugë që do bëhet, kjo rrugë është mjaft e mirë, se disa plane që keni janë të realizueshme. Dikur një ëndër që ti e ndërron të bëhet realitet, është diçka e arritur. I diçka që të jep mundësinë, vullnetin të ecësh përpara dhe mos kesh pengesë asgjë. Dhe çdo gjë që flitet këtu futet te del. Dhe është diçka që është e vërteta. E vërteta ndikohet dhe favorizohet tek familja, sepse juve merrni nga ana e babait, por nga gjyshja nga ana e mamas. Kjo do të thotë që gjithmonë kam një yll në mëng ku e rregulloj shfrytëzohet tek fëmijët, tek familja. Dhe kjo është baza juaj, kjo është ajo çka kërkoni në jetë, çka keni kërkuar dhe çka keni në vazhdimsi. Gjithçka është dhe mbetet mjaft pozitive, sepse me ascendente në peshore, çfarë themi peshore? Është kripa dhe piperi. Çfarë themi? Edhe pse kanë pasur shumë padrejtësira në kohra të ndryshme, por keni rritë qëllimit dhe e drejta ka triumfuar. Në përgjithësi të gjërave është perfektja dhe jo problematike. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, emision të parë. Respekt. Faleminderit e dashur. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Meri nga Tirana. Kënaqësi. Po. Isha interesuar për fëmijët. Datëlindja e parë është 10/8 Po. 93. 93? Po. Po. 93. Kurse e dyta është 9/2/2002. 2002. Orë nuk e di, nuk e mbaj mend orën e lidhjes. Orë lindje nuk kemi, pra për asnjërin prej datëlindjeve. Jo. Për çfarë interesohesh për secilën prej Për të tyre? parën e dua për fatin dhe për punën. Fati dhe puna. Për të dytën e dua në përgjithësi. Patjetër. Ndiqni parashikimet tuaja. Po. Emision të mbarë dhe gjithë të mirat. Faleminderit të dashur. Ndiqni parashikimet përmes ekranit, ju urojmë një ditë sa më të mbarë. 10/8/93. Po. Për fatin dhe për punën. Po dhe tjetra? 9/2/2002. 9/2. 2002. Po. E njëjta të kjo. Një parashikim të përgjithshëm për këtë datëlindje. Ndërsa për datëlindjen e parë të vitit 93, interesohet në lidhje me fatin dhe punën. Atëherë marrim të parën. Çfarë do të themi? Lidhje me fatin dhe punën. 10 gusht 93. Kemi me ndikimet lidhje me punën, nuk është diçka që është shqetësuese ose diçka që probleme nga më të ndryshme nuk ka, por do ndryshoj punë ose në punë private do bëj diçka tjetër, sepse është në plan për të rregulluar disa gjëra, se edhe për disa vështirësi që ka pasur në të kaluarën, por tani tutje janë gjëra shumë pozitive, janë gjëra shumë të arritshme, me atë çka do të bëhet, sepse Jupiterin peshore kemi dhe ndikimin e hënës në Dem, ku me sjellojnë luan nuk ka shanse të humbasi. Me ekonomin nuk është aty ku duhet kjo datëlindje, por ja arrit qëllimit. Sepse di çfarë bën dhe ku shkon. Një nga mundësitë më të mira, ose favorizimet që vinë, ose pikat të ndryshme pune, karriere, gjërat të mëdha që vinë ndaj jush, sepse i keni dhe mundësinë juve kohën e duhur për të në lidhje me punën aktuale, që ka kjo datëlindje, por gjithashtu dhe një udhëtim që do bëhet për arsye pozitive pune apo diçka tjetër që është mundësia. Kurse, në lidhje me anën sentimentale, do të marrin domethënë gjërat që ka të bëjnë, kjo datëlindje e ka në dorë vetë. Kur e nxit nevrikoset, kur e lë pas dore thotë pse s'më the. Por gjërat që ndodhin, mundësitë që kanë të bëjnë është aja dhe zhëja, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, luanët humbasi nuk ndodh kurrë, sepse është dhe mundësia, është dhe koha e duhur për nisma të reja. Për sa i përket datëlindjes së dytë, 9 shkurt 2002, që kërkon në përgjithësi, këtu qëndrojmë tek puna, por duhet të them diçka tjetër, sepse në lidhje me një dokument a shkollë, a do të bëj një kurs, diçka që pre të bëj diçka punë të re,
është mundësia, sepse të shenjës së ujorit të 10 diqit të dytë kanë 2 mundësi të arta. Një mundësi është në Shqipëri të bëjnë diçka të vetën, një tjetër është për të lëvizur, ose nëse ka lëvizur, të bëjnë diçka tjetër atije dhe të kthehet përfundimisht, stabilizojë gjërat që të kërkon, por kjo datindje kërkon fatin, kërkon riskun, kërkon atë që do të stabilizojë të ardhmen. Dhe kjo datindje thot, motoja eci avash sepse nxitoj. Shumë i zgjuar, shumë pozitiv, gjëra që do të ndikojnë dhe do të vinë, sepse me hënën në bricap, me sjellorin në bricap, u jep mundësi dhe vendime të rëndësishme në të ardhmen. Vetëm mos e nxitoni, sepse kur nxitojmë gjithmonë, kur nxitojmë gabojmë edhe prishim ca ekuilibra. Duhet pasur pak vëmendje dhe kujdes. Të falenderoj, Jorgo. Le të kalojmë tek një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Kënaqësi e dashur. Po, më thuaj. Për mbesën time. Patjetër. 26 qershor. Po. 96. Po. Ora e lindjes? Ora e lindjes 4 mbasdite. 4 e pasdites. Dëgjonen në tash. Po. Dëgjonen. Dua të di për punën edhe për dashurinë se është gaforja, që ka patur një lidhje dhe është e larguar. Është në Amerikë vajza. Kurse ai çuni është këtu. Nuk di si është gjendja. Do të them edhe për një tjetër. Atëherë. Alo. Po. Vetëm për të çunin. Për vajzën pra interesoheshit në lidhje me dashurinë. Po, dhe me punën me shkolla që ta jaki. Në rregull, për dashurinë dhe për punën. Kur thua për dashurinë, nëse do kishim dhe më shumë detaje rreth djalit, për shembull datëlindjen e tij ose 13 korrik. 13 korrik? 13 korrik 80. 80. Vajza ndodhej në? Nuk ja di atë. Po, është me diferencë të mëdha. Djali ndodhet në Shqipëri, ndërsa vajza? Dark. Në Amerikë, në mos gaboj. Në rregull. Atë. Po, më thuaj për datëlindjen tjetër. Nuk ja di. Po? 80 është. 80. Po. 13 korrik, 80. Po. Po, kishit një datëlindje tjetër? Kanë qenë 3 për punën edhe të bashkohen apo jo? Në rregull, nëse do të ketë një ribashkim pra. Atëherë, kemi mbesën, datëlindjen e mbesës, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit e dashur. 26, i 6-i 96. Ora e lindjes 16:00. Po. Në lidhje me punën dhe dashurinë. Kur themi dashurinë, dashuria në lidhje me datëlindjen 13 korrik të vitit 80. Po. Janë bashkë? Atëherë, me sa dëgjuam dhe nga zonja që na telefonoi pra, vajza ka qenë në lidhje me këtë datëlindje dhe për momentin ajo ndodhet në Amerikë. Dhe me sa duket ka pasur një shkëputje mes të dyve, nisur nga fjala e fundit që ajo thot pra në lidhje me ribashkimin. Nëse do të ketë një ribashkim, si do të jetë ecuria në punë të tjera me radhë. Djali ndodhet në Shqipëri ndërsa vajza në Amerikë. Çfarë mund të themi në lidhje me? E dashur e djalit, është në Amerikë. Po, mbesa e zonjës që në telefonojnë ndodhet në Amerikë, që është datëlindja e vitit 96. Ndërsa i dashuri i saj ndodhet në Shqipëri. 13 korrik 80-ës. Po. 80-ës është djali. Po. I dashuri. Po. Atëre. Marrim vajzën. Në lidhje me vajzën, në lidhje me shkollën. Shkolla, puna. Po. Në lidhje me shkollën, mos e keni merak fare njerëz, se këtë ta garantoj 1.000.000%. Sepse është ndikimi, është pasqyrimi asaj çka është e vërteta e shpirtit që është ndikimi më i madh, zgjuarësia, maturia dhe ajo çka kërkon dhe realizon. Ekonomia. Në ekonomi nuk ka vend për të shqetësuar, sepse disa gjëra janë mjaft favorite. Është një kohë shumë e rëndësishme mbi gjërat që bëhen, mbi gjërat që ndodhin. Është një moment që tani për tani e keni kohën tuaj, keni mundësinë tuaj
për zgjidhur problematika të ndryshme. Në anën tjetër është një moment shumë pozitiv dhe shumë i artë mbi gjëra që bëhen, dhe një pozicionim planetar që keni tani është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat që ju kërkoni dhe doni. Megjithse kjo datëlindje është mjaft e ndikuar, sepse kur merret në një shkollë ose një punë, ose ka shumë gjëra, angazhime, harron disa gjëra tjera. Por nuk do të thosha se ka probleme në këtë drejtim, probleme të mbartura ose çështje të kësaj natyre. Se shikoj që është diçka shumë e madhe dhe shumë pozitive, dhe kjo gjithçka që ndodh nga vajza, realizohet nga vajza. Dhe mund të kritikohet shumë, por disa gjëra nuk janë ashtu siç mund të mendojmë ne. Por mendojmë që në rast konkret angazhimet e shumta, gjëra që kërkon të realizoj gaforre, ka të bëjnë me 100 drejtime dhe keq interpretimet e largëta, ose gjëra që ndodhin mund të çojnë dhe në disa gjëra shkëputje, por kjo nuk do të thotë që është për gjithmonë. Në anën tjetër, kemi 26 sheshori 96-ës, kjo është lidhja, lindur ditë mërkure. Ndikimi nga më pozitivit dhe kohës që ndodhin fenomenet, në anën tjetër ka një periudhë, edhe pse ndikimi që është dhe momenti që ka të bëjnë si në 26 sheshori 96-ës, si 13 korriku 80-ës, janë dy shenja të njëjta, por në 10 ditë të ndryshme. Kjo do thotë vërtet ju mungon njëri tjetri në lidhje me anën shpirtërore, por do të jetë një komunikim i përbashkët ose një gjuhë të përbashkët në atë çka juve çka kërkohet. Unë nuk do të thosha, këta mund mos ishin ndarkur, edhe nuk të largimi, se largim mund ta quaj unë këtë. Nuk mund ta quaj diçka që hadi se janë ngrindur edhe janë ngritje dashurie. Por unë do thosha ka vend për rregullim. Nuk është diçka shqetësuese, nuk është diçka që çapo ndodh në rast konkret. Unë do thosha është rregullim, është startim dhe stabilizim. Të gjitha gjërat që vijnë, të gjitha gjërat që kanë të bëjnë, është momenti i duhur, koha e duhur për nisma dhe vendimet që do të merren. Megjithatë, të gjitha gjërat janë pozitive, të gjitha gjërat janë në anën më të mirë të mundshme dhe koha tregon që është periudha më e mirë e mundshme dhe mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje. Këto janë mundësitë arta, këto janë mundësitë të mira për stabilizimin edhe gjërat të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e punës dhe të gjërave të tjera që do të ketë kjo datëlindje. Flas për 13 korrikun 80-ës që vërtet është një nga mundësitë dashuria, çiltërsia, pastërtia, gjëra që do të bëjë dhe të stabilizojë. Njëherë disa lidhje bëhen për diçka për një arsye, por kur janë të largëta, se energjia është pak a shumë në një vështirësi për të kuptuar të ardhmen sot. Sepse neve themi sot për sot dhe e ardhmja është e ardhmja, ku janë larg. Por do gjenet një gjuhë të përbashkët mos u shqetësoni fare. Sidomos kjo periudhë dhe periudha që do vinë me anën dhe pozicionimin e planeteve na jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja, për ndryshime të reja, për gjëra që do të keni tani atje janë anën më të mirë të mundshme tani për tani. Kjo është periudhë që vërtet starton, rregullon, sa gjëra mund të jenë kufizime të vogla, por jo problematike, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë për stabilizuar gjërat dhe për të arritur qëllimin që ju e keni. Në anën tjetër, tani për tani, ne mund të themi që kjo javë dhe java tjetër është perfekte. Ky 6 mujor, që flasim në fund të korriku fillimi gushtit, është kohë shumë e mirë për të parë dhe për të bërë një skaner asaj çfarë ka ndodhur dhe të rregullohen në anën tjetër. Pra, 25 deri më datën 18 gusht është harku kohor që mund të shikohen mbi bashkimin edhe bisedimet që mund të kenë. Prandaj mos u shqetësoni fare në këtë aspekt, sepse për sa përket mbesa, ishte vajza. Mbesa, është mjaft përpara për që në këtë kohë mos u shqetësoni fare, sepse edhe periudha, edhe koha është ideale. Të falenderoj, Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me këtë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Kënaqësi. Duhet të pyes për gotën. Patjetër. E kam në studimin në Vjenë, në Austri, dhe duhet të pyes për shkollën edhe për punën. Edhe për letrat e dokumentat 15 shtator, 99. Ora
5 mas dite, lindja. 5 e pas ditës. Interesohen për punën, për shkollën, për dokumentat, ashtu edhe si do jetë, është në vit 2 mas. Për çfarë vazhdon? Për ekonomi. Okej. Atëherë 15 shtator të vitit 99. Po. Në rregull. Se tjetër dek do merrte, edhe tjetër dek pas ka marrë, për na e pyeta. Po, atë dek ka marrë. Me atë ka përfundu. Ju falenderojmë, ndiqni parashikimin tuaj përmes ekranit, urojmë më të mirat për ju. Faleminderit. Ndërgjë juve. Atëherë, kemi datëlindjen 15 shtator të vitit 99, ora e lindjes 17:00. Po. Vajza ndodhet në Vjen me studime pra dhe dëshiron të di se si do të shkojë pra puna, shkolla, dokumentacioni. Është në vitin e 2 të masterit në mos gaboj. Për ekonomi. Po. Si do t'jetë esuria? Po. Kemi të bëjmë me kese lindur ditë mërkure, shenjës e virgjëreshës, ascendente në ujor. Mund të, në lidhje me shkollën nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, por në jetën e saj, tjetër gjë do bëj dhe tjetër po bën. Sepse, kur themi nga do njerë studimet që bëhen, nisim në fillim, për shembull, do nisim për shembull në fushën, marrim me qenë në menaxhim biznesi dhe shkojmë në ekonomi. Pse? Sepse kemi virgjëresh. Shenjat e tokës, si që janë britsjapët, ekonomisë të shkëlqyer, si që janë virgjëreshat dhe demët, virgjëreshat që është, e ka këtë mundësi. E ka dhe në Gengjën, për të marrë nga Brezi Tret, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Unë do të thosha po, se ka për t'ja arritur qëllimit. Me qenë se u mërzitët pak juve në fakt, vjetë sepse ca gjëra që në lidhje me çështjet e dokumentacionit, por në lidhje me dokumentat nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, se ndikimi që kanë bëjë me Saturnin në Dem, dhe ndikimi më i madh që do të thotë në lidhje me ascendente në ujor, por dhe 2 ndikime planetare që do t'i jep mundësi dhe zgjuarsinë e duhur dhe maturin, instiktin më të madh që ka, se është kopje nga babai, që do të thotë Neptuni në ujor, Urani në ujor, që kjo është aja dhe zhëja, por në krahun tjetër, kemi ndikimi më të madh që ekziston nga njëherë tek planetet, është pikërisht kjo këtu. Me sjellori në shigjetar, do të thotë, në lidhje me punën, zgjuarsi aty ku do, angazhime pafund dhe di se ku shkon. Ekonomia, s'do ngelet kurrë pa këtë, sepse është vetë në drejtimin e vetë, sepse Plutoni është pasuri. Plutoni është ndryshim, Plutoni është komunikim. Nuk diskutoj që mund të qëndroj dhe atje, nuk është të thënë që, ose të veni një shtet tjetër, nësi ka lëvizja, po baza, komunikimi, mundësit dhe periuda janë më të mirat mundshme në anën tjetër. Por kemi gjithashtu, në Akrep kemi hënën, por kemi dhe ndikimin e Marsit, ku na jep mundësin, sepse do të thotë që në këtë drejtim, në këtë piksynim, që jep koha dhe momenti i duhur në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet, që do marrë tani atutje dhe është një nga korat më të arta që vinë, sepse në një parashikim, ose një ndikim që ka të bëjnë në lidhje me punën tonë, në lidhje me ato që neve themi, ose kohën që kemi në dispozicion, na ndihmon jashtëmase për kohën që juve keni, sepse Marsi në shigjetar me Plutonin, i ndihmon jashtëmase për të ecur përpara. Dhe kjo ndodh që kjo periudhë është e juaja e kësaj vajzës dhe kjo do të thotë që di çfarë bëj dhe di ku shkoj. Por do keni një gëzim shumë të madh në fund të tetorit, fillimi nëntorit. Atë do na merrin në telefon se do thonim vërtet, shkojmë te këtë pjesë. Është diçka shumë pozitive. Madje mos më shqetësoni fare sepse ndikimet janë favorite. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje dashur, me kë flasim dhe nga na telefononi? Frida nga Tirana. Kënaqësi. Po? Atëherë do t'jap 2 datëlinje për gocën dhe për djalin. E para është 19 nëntor, 2000, ora 6 e masdites. E diel ka lindur në Athinë. Kurse dua të di për anën sentimentale dhe ana ekonomike për gocën. Kurse për djalin, është 21 korik,
96-ës, ora 3:01 mëngjesit. Edhe për këtë për anën ekonomike dhe sentimentale, gjithashtu duhet të di për diellin dhe anën ku ndodhen tani, sepse është eklipsi dhe duhet të di një informacion më të saktë. Atëherë 19 nëntor të vitit 2000 dhe 21 korrik të vitit 96. 96. Po. Anën sentimentale dhe ekonomi. Po. E gjithashtu dhe planete dielli me anën ku ndodhet nga që është shumë faleminderit, një ditë të mbarë. Nisni tuaj përmes ekranit, ju urojmë më të mira. Faleminderit, shumë të mirë. Falenderojmë, shkënaqësim vete kur na pyesni edhe për planetet. Kjo është diçka shumë e madhe ku ndodhen. Pra, zonja në fakt është një telefonuese e rregullt e Jona dhe planetet i ka pikën e saj të dobët, me sa kam kuptuar. Po, jo vetëm ajo, po janë shumë njerëz që marrin dhe shikojnë mbi astrologjinë. E kemi thënë dhe themi me të madhe, sepse është një diçka e vërtet. Kjo është vërtet që neve themi. Dhe kjo është ajo që njerëzit e kërkojnë dhe e dashurojnë, e adhurojnë, dashurojnë. Astrologjia është diçka vetë, të jep mundësinë dhe energjinë e duhur këtij të përpara. Nuk është diçka që atëherë, duke qenë se jemi dhe në minutat e fundit, Jorgo, le të përpiqemi të bëjmë një parashikim për të dyja datëlindjet. Kemi 19 nëntor të vitit 2000. Po, nothing. Ora e lindjes 18:00. Po. Ditë e diel. Po, e diel. E interesoshë për? Anën sentimentale dhe anën ekonomike. Marrim këtë të fundit, anën sentimentale. Në anën sentimentale, unë do thoshe që është në anën më të mirë të mundshme, sepse ditë të zgjedhë, po ditë të mbaj. Është një diçka shumë pozitive në këtë aspekt, nuk ka vend për të shqetësuar. Sepse ka ndikimet. Kemi hënën në ndikimin më të madh, që do thot në akrep, kemi ndikimin e ascendentet që është në gafore, por kemi dhe mundësinë dhe kohën e duhur që do thot pozicioni planetar, do thot mundësia, do thot karriera që ka të bëjnë shumë me ndikimin e madh, sepse shenjtë e akrepit gjithmonë kanë atë mënyrën e të shprehurit dhe ndryshimin e madh që do të vijë tani tutje. Mos u shqetësoni fare për këtë gjë, sepse është aja dhe zheja, mundësia më e mirë e mundshme e që ndonjëherë mbi punën dhe stabilizimin. Dashuria është diçka, një qershim bitor ku realizon, rregullon, starton për gjërat e veta. 21 korrik të vitit 96. 21 korrik të vitit 96. 96, vajza, apo? Ky është djali. Djali. Ora e lindjes 3:01 e mëngjesit. Ora 3:01 e mëngjesit. Atëherë, në Athinë do të jetë kjo? Apo nuk na tha? Nuk na e tha, por besoj që mund të jetë e njëjta. Okay. Interesohet për anën sentimentale, anën ekonomike dhe gjithashtu për vendosjen e diellit dhe hënës. Po. Këtu kemi ndikimin ka lindur di diele, 21 korrik dhe orës 3:03 e mëngjesit? 3:01 e mëngjesit. Okej. Kjo do të thotë, ndikimi më i madh që është mes sjellori e që kemi në peshk, do thotë intuita. Kemi ndikimin e hënës që është në një farë mënyre në vendimin dhe ndryshimin më të madh që ndodhet në lidhje me çështjet që kanë bënë, sepse ndodhet vigjeresh, dhe vigjeresha ka një ndikim shejtoke që jep mundësinë dhe kohën. Dhe me diellin gjithashtu që ka të bëjnë shumë me mënyrën se si gjërat vijnë, ose koha, ose periudha kur ndodhin fenomenet. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me takime dhe bisedime, por mos harrojmë, sepse kemi diellin në gafore, kemi dhe mundësi, kemi dhe rëndësi që i vinë gjërat në vi dhe puna. Kurse ascendenta në binjak do të thotë koha e duhur në momentin e duhur, ku do të fillojnë të ndryshojnë shumë gjëra, sidomos tetor, mars të 2027-ës, atë do shkojnë ndryshimet e kjo datëlindje, sepse është aja dhe zheja dhe mundësit. Po Jupiteri në Bricjap nuk e lë kurrë palek dhe pasurit paluajtshme, ku do ta stabilizojë dhe po ëndërron për gjë të tillë. Të falenderoj Jorgo për të gjitha parashikimet, të falenderoj të gjithë që jeni bërë pjesë e bisedës përmes telefonatave në këtë puntat të sotme. Bashkë ritakohemi nesër në orën 9:15 Bëni gati datat tuaja të lindjes dhe na telefononi ose na shkruani. Nga unë Adelina ju uroj më të mirat. Jorgo? Gjithashtu dhe nga na ime për ditën e sotme, është një ditë shumë e rëndësishme, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Vazhdimësia është e artë për ata që kuptojnë dhe guximtarët që adhurojnë. Po një rrugë.